Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën kujdes nga përtatësia. Vëllezër të dashur, nga veset e këqija që na ka tërhequr vërejtjen Allahu I lartësuar. Njëjtë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është edhe vesi I përtatësisë. Përtatësia është ngurimi për të bërë atë që nuk duhet neglizhuar. Pa përtatësi është ngurimi për të bërë atë që nuk duhet neglizhuar. Pra, të mos e bësh atë që është detyrë e jote për ta bërë. Kjo është përtatësia. Dhe për këtë arsye, përtatësia është nga veset e qortueshme nga Allahu Gjelleshanu dhe Muhamedi alayhi salam. Shembull nga përtatësia mund të veçojmë ngurimi nga namazi. Krejt e ka qartë, argumentit I ka, çështjet krejt qarta, po nguron përtatës, nuk e bën. Ose për shembull lufta, agjerimi edhe adhurime tjera të ngjashme dhe vepra tjera të ngjashme. Qofshin adhurime, pra çështje fetare, apo edhe çështje të jetës së përditshme. Pra ai person I cili nguron, nuk e vepron atë që ai nuk duhet ta neglizhone, nuk duhet ta lone, por duhet me vepru, ai është përtatës, apo kjo është cilësia e përtatësisë. Padyshim që përtatësia është jashtëzakonisht e urryer nga Allahu I lartësuar. Po ashtu përtatësia është jashtëzakonisht e qortuar edhe nga vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që ta kuptojmë se edhe musliman, edhe përtatës nuk shkon, le ta kujtojmë se përtatësinë Allahu e quan cilësi të njerëzve, ju vetë dini, njerëzve më të këqinj, mund të themi lirisht, që janë munafikët, që janë hipokritët, që në zemër nuk e besojnë Allahun, po me punë mundohen të tregojnë se janë besimtar të devotshëm. Kjo është vepra më e urryer te Zoti, madje ato e kanë edhe më vështirë se vetë jo besimtarët. Allahu këtë e thot: Innal munafiqina fi ad-darkil aswali minan nar. Munafikët do të jenë nën jo besimtarët në zjarrin e xhehenemit. Pra shkish edhe më rënd se sa vetë jo besimtari. E çfarë thot Allahu? Që na tërheqë vërejtjen mu dhe ty, që mos të jemi përtatës, ai na tregon se përtatësia është aq e urryer, është aq e lig, aq nuk I takon muslimanit, sa që ajo është cilësi e munafikëve apo hipokritëve. Allah në Kur'an thot o vëllezër, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Arsyeja e mos pranimit të Allahut të lartësuar, shpenzimet, sadakat e tyre që nuk I pranon Allahu, por ua kompenzon jo besimtarve në këtë botë, çfarë ishte? Ennehum keferu billah, sepse ata keferu, e mohuan Allahu dhe nuk e besuan. E ai që nuk e beson
Allahun e lartësuar, qofshin sadakat, ndimat, çfarë do jep, Allahu ja kompenzon me mirësi në këtë botë. A në botën tjetër nuk ka nga ato mirësi send. E Allah çfarë thot? Arsyeja e mos pranimit të nefekatuhum, pra shpenzimeve të tyre që i bënin për hir të Allahut dhe në rrugt të Allahut, ennehum kafaru billah, është sa ata nuk janë musliman, pra mohuan Allahun. Wa bi rasuli, po ashtu mohuan edhe, nuk besuan edhe Resulin e Allahut, për të dërguarin e tij. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Çështja tjetër cila është, dhe ajo është e rëndësishme për temën që ne flasim, wala ya'tuna as-salata wa hum kusala. Dhe nuk e falin namazin, sa ata kanë falë edhe namaz. Dhe nuk e falin namazin përveç se me përtaci. Pra e shihni vëllezër dashur, përtacia, cilësi e kujt qenë ka, Zot në rujt e munafikëve. Atëherë, a shkuka Islami me përtaci? Nuk shkuka. Pra nuk është cilësi e muslimanit përtacia. Nuk bën. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Po edhe kur japin diçka nga pasuria e tyre, ata e urrejnë atë dhënje nga zemra e tyre, pra nuk e japin me zemër, padyshim që arsyeja është se ata nuk i besojnë fare Allahut të lartësuar. Në këtë kontekst, në një ajet tjetër kuranor, duke na tërhequr përsëri vërejtjen Allahu i lartësuar, se muslimani në asnjë mënyrë nuk i lejohet që ai të jetë përtac, çfarë thot Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Vërtet munafiqët bëjnë hesab dhe e llogarisin se ata estagfirullah do ta mashtrojnë Allahun. Çfarë ne dukemi se ç'është s'ka munafik më afërsisht. Nëse ka pak. Në kohën e pejgamberit ka qenë më problem. Se kret me dinja musliman. Edhe nëse ata shfaqnin mosbesimin haptas, do kishin probleme, pra nuk do të ishin të njëjtin nivel si muslimant. Për shembull, ndash në martesë, ndash në ekonomi, ndash në tregti, në shumë aspekte. Dhe këta për arsye të kësaj bote, për çështjen e dunjas, thanë që ne jemi musliman, a në fakt nuk besuan asnjëherë. E ata me këtë gjest mendojnë se e kanë mashtruar Allahun. A nuk e kanë kuptuar se ata në fakt janë të mashtruar. Janë të mashtruar. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Prap Allahu e përsërit. Dhe kur munafikët shkonin ta falnin namazin e tyre se në xhami, jo besimtarë shkonin të faleshte për interes dunja në xhami. Dhe kur shkonin ata të falnin namazin, për dallim nga besimtarët, ata shkonin kusala, pra duke qenë përtac. Pra dhe ky ajet kuranor mu dhe ty na bën të qartë që nuk shkon e në musliman, besimtar e në përtac nuk shkojnë të dija. Porse besimtarit nuk i takon të jetë përtac. Pra këto dy ajete vërtet na bëjnë të qartë pra urrejtjen e Allahut, cilësinë e përtacisë. Yurauna an-nase wala yadhkuruna Allah illa qalila, dhe veprat e tyre i bëjnë për hatër të njerëzve, që t'i shohin njerëzit, dhe të tillët nuk e përkujtojnë Allahun përveç se shumë pak. Me një vend tjetër, o vëllezër të dashur, pra në shumë vende Allahu i lartësuar, mu dhe ty na tërheq vërejtjen në lidhje me përtacinë. Në shumë ajete kuranore. Në një tjetër, duke na treguar se përtacia është ves i urryer nga Allahu dhe nuk i takon muslimanit që të përtac, çfarë thot?
Ja ejuhalladhina amanu, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Ju drejtohet Allahu me qërtim. Cilve? Besimtarve të cilët pritonin që të i përgjigjen thirrjes së Allahut për xhihad, luftë në rrugt të Allahut. Çfarë tha? Ja alladhina amanu, ma lakum idha qila lakum unfiru. O ju që keni besuar, ç'është me ju? Shif, qorton Allahu. Ç'është me ju idha qila lakum unfiru fi sabilillah, kur ju thirreni që ti përgjigjeni Allahu dhe të luftoni në rrugë të Allahu xhalleshanu, thaqaltum fil ard, ju zhagiteshit në tokë dhe nuk e donit diçka të tillë, pra pritonit, bëheshit përtac në përgjigjen e thirrjes dhe ftesës së Allahut të lartësuar. Pra shifni, Allahu e qorton besimtarin nëse ai në jetën e tij është përtac. E raditum bil hayati dunya min al akhirah. A mos jeni të kënaqur vetëm me kënaqësitë e dunjas, kërshi kënaqësive të ahiretit, ku nëse i krahasonim kënaqësitë e kësaj bote me të botës tjetër, as nuk mund të krahasohen bile. Allahu për të na parafruar, çfarë thot? Thot, kënaqësitë e ahiretit, çfarë janë? Khairun wa abqa. Janë shumë më të mira se të kësaj bote. Thjesht kënaqësitë e kësaj bote janë vetëm një kopje e dobët karshi kënaqësive të ahiretit. Tjetra çfarë është? Wa abqa. Edhe ato atje janë të përhershme, ndërsa këtu një ditë do të përfundojnë me vdekjen tonë, 80-90 saj ka bërë rrezik Allahu, dhe përfundoi dhe gjithçka. Pra, si ka mundësi të bëheni përtac, me fjalë tjera, mos t'i përgjigjeni Allahut në luftë, ku me këtë vepër tuajën do të fitoni kënaqësitë e ahiretit, të cilat janë shumë më të mira karshi kënaqësive të kësaj bote. Dhe kjo, edhe pse Allahu flet për xhihadin, kjo nuk nënkupton vetëm xhihadin në rrugt të Allahut, luftën në rrugt të Allahut. Po është ajeti i cili ka përmend diçka të veçantë me kuptim të përgjithshëm. Këtu hyjnë të gjitha çështjet e jetës sonë, o vëllezër. Të gjitha çështjet e jetës sonë. Qofshin ato të kësaj bote, qofshin adhurimet që janë të botës tjetër. Pra besimtari, me fjalë tjera, është i qortuar nga Allahu nëse ai është përtac, dhe ai duhet këtë ves ta luftoj dhe ta largoj prej karakterit të tij. Fema meta'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Pra vërtet, meta'ul hayati dunya, kënaqësitë e kësaj bote karshi kënaqësive të ahiretit janë shumë pak. Pejgamberi alayhis salam, o vëllezër të dashur, duke na tërhequr vërejtjen mu dhe ty, që nuk guxojmë të jemi përtac. Muslimani duhet të jetë aktiv dhe në asnjë mënyrë nuk i lejohet atij të jetë përtac. Pejgamberi alayhis salam shumë e luste Allahun që ta mbroj atë nga përtacia. Shumë e luste. Në një prej lutjeve, edhe ka shumë, kjo lutje luste shumë. Çfarë thoshte pejgamberi selam? Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Ta mbaj mend, ta themi shqip. Nuk është patjetër ta themi tekstualisht si e ka thënë pejgamberi alayhis salam. Nëse e thoni me fjalët tuaja, po me këtë kuptim jemi krejt në rregull.
të mbaj mend edhe në vete mundoheni ta thuni që të shtash, edhe ta mësojmë që të shtash, edhe ta vazhdojmë ta praktikojmë këtë lutje. Nëse jo, ashtu si që ka thënë pejgamberi alayhis salam, të paktën për kthimin. Nëse jo për kthimin, s'ka nevojë. Kuptimin e kësaj lutjeje me fjalët tuaja. Çfarë thoshte pejgamberi alayhis salam? Si e luste Allahun? Çfarë e luste Allahun? I thoshte kështu: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. O Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga paaftësia dhe përtatësia. Ju lutem, thelloheni pak më tepër në këtë lutje. Thellohemi gjithë pak më tepër. E ka lut Allahun edhe përkundër aktiviteteve të pa cilësueshme të pejgamberit alayhis salam. Ai ka dashur edhe më shumë. Edhe pse Allah ka qenë i kënaqur me veprën e tij, ai ka dashur edhe më shumë. Çfarë ka thënë Allahut? O Allah, unë kërkoj të më mbrosh mua nga paaftësia dhe përtatësia. Wal jubni wal harami wal bukhl, nga frika, pra që jemi guximshëm, jo frikë, nga pleqëria e rënd dhe nga kopratësia. Wa min fitnetil mahya wal mamat, wa a'udhu bika min adhabil qabr, më mbro nga dënimi i varrit dhe nga sprova e jetës dhe vdekjes. Vëllezër të dashur, pejgamberi alayhis salam kërkoi mbrojtjen e Allahut nga paaftësia dhe përtatësia. Nga paaftësia dhe përtatësia, të cilat janë të përafërta njëra me tjetrën. Të cilat janë të përafërta njëra me tjetrën. Paaftësia dhe përtatësia. Me paaftësi në kuptojmë ndjenjen se unë apo ty jemi të paaftë për ta realizuar një vepër të caktuar. Nëse një musliman e ka këtë ves, le ta ditë se ky ves të ndjehesh i paaft në një vepër dhe i pamundur, kjo nuk i takon muslimanit. Po muslimani duhet me çdo kusht të punoj, të angazhohet edhe të arrijë sukses në atë që është e nevojshme për të. Sepse nëse Allahu i lartësuar na ka falë shëndosh e mirë, fizikisht dhe psikikisht, nuk ngelet mo arsye për mos me arrit diçka. S'ka arsye. Nëse Rabbil Alemini ma ka dhonë mu shëndetin psikik dhe fizik, nëse unë duhet të arri një sukses dhe nuk e arri, ajo është faj i imi. Dhe muslimani nuk duhet t'ja lejoj vetes së ti që ai të ndjej se unë jam i paaft për këtë vepër apo për këtë sukses. Kjo është ndaluar. Kjo është ndaluar për besimtarin musliman. Nuk duhet ta ketë karakteri muslimanit pjesë të tij këtë ves. Pra pejgamberi selam, pse ka kërkuar mbrojtje? Pra kur të vi një ndjenjë ty dhe mu, se kam rënë, kam vështirë, nuk mundem unë kështu në ashtu. Jo. O Allah, më mbron nga ajzi, më mbron nga paaftësia, ndjenja që unë ndjenj ndonjëherë se jam i paaft ta realizoj diçka. Jo, s'ka për muslimanin kështu. Po muslimani bismillah do punone
edhe dhe ta prese pastaj suksesin e Allahut. Ja dha elhamdulillah, nuk ja dha është i kënaqur se ai e ka bërë detyrën e vet dhe ai është munduar. Tjetër, çfarë kërkoi mbrojtje pejgamberi alayhis salam? Nga el kesel. Kërkoi mbrojtje edhe nga kesel, nga përtatësia. Se ka mundësi dikush nuk e ka këtë ndjenjë, e din? Nuk e ka ndjenjë e paaftësisë, e din, e ka bën një herë, dy herë. Te ai nuk ka problem ajzi. Ai e din se është i Zoti, e din dhe e ka bën ndoshta, po çfarë është përtac. Është përtac. Nuk merr atë forcën e realizimit dhe veprimit. Edhe kjo, vëllezër të dashur, është një ves i urryer, i qortuar nga Allahu Gjelleshanuhu për besimtarin musliman. Nuk guxon besimtari musliman, nuk guxon që të jetë përtac në jetën e tij, në të gjitha aspektet e jetës së tij. Madje këto dy cilësi që kërkon mbrojtje pejgamberi selam, edhe përkundër faktit që ai ka qenë shembull në aktivitet, shembull me dëshmi të Allahut, po nuk është ngopur o vëllezër. Kjo na bën të qartë mu dhe ty që ne në vazhdimsi duhet të jemi në luftë, sa të jetë jeta për të zhvilluar, për të përparuar edhe për të arsimuar dhe për të afruar të Allahu i lartësuar dhe të lëm gjurmë tonat në jetën e kësaj bote. Pra në asnjë mënyrë muslimanit nuk i takojnë këto dy vese të ketë pjesë të karakterit të tij. Madje pejgamberi alayhis salam, o vëllezër të dashur, ai ka nxitur ummetin e tij, shifni, e ka nxitur që të jetë punëtor, e ka nxitur madje që të nxitoj në vepra të mira dhe e ka nxitur që të largohet nga paaftësia dhe nga përtatësia. Këto nuk shkon e në musliman e në përtac, nuk shkojnë, të dyja janë të kundërta. Pejgamberi sa më çfarë thot? El mu'min el qawi. Shihni sa bukur thot. El mu'min el qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min el mu'min el dhaif. Besimtari i fort, i fuqishëm, është khairun wa ahab. Shihni ç'tash? Khairun wa ahab, është më i mirë dhe më i dashur se sa besimtari i dobët. Direkt. Tekst në çështje, i cili nuk nënkupton më shumë se një interpretim, i cili është kuptimi i qartë, interpretimi i qartë, i parë nga ky tekst. Çfarë thot? El mu'minu el qawi khairun wa ahabbu ila Allah min el mu'min el dhaif. Besimtari i fort, i fuqishëm, duke filluar nga fuqia e brendshme, pra vullneti për bamirësi, për përparim dhe zhvillim në gjitha çështjet e jetës tonë. Pastaj duke e patur arsyen e shëndosh për atë vepër, duke ja bashkangjitur angazhimin me gjimtyr për atë sukses, ky besimtar është khair, është më i mirë, më i dashur, më i shpërblyer te Allahu i lartësuar se sa besimtari të cilit i mungojnë këto tipare. Se sa besimtari i cili është neglizhent, dembel, i pa motivut, i pa, do të thonë, i pa vlerë, kështu mund ta quajmë kushtimisht.
wa fi kullin khair. Çfarë thot? Edhe pse edhe te i dobti ka pak khair. Ihris ala ma yanfa'uk. Shifni, ju lutem, thelloheni në këtë hadith, të marrim mesazhin e sotshëm. Edhe kur dalim që këtu, mos jetë pjesë e jona dembelizmi, përtacia, dhe me ardh, bismillah, jo, s'ka. Si takon muslimani, nuk shkon në islam muslimani edhe përtac, nuk shkon. Angazhim deri në maksimum. Maksimum ka qenë i angazhuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prapa Allah ka kërku ta mbrojë Allahu nga këto dia, e pam. Pra, çfarë thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ihris ala ma yanfa'uk. Sino atë që të sjell dobi. Shifni? Sino atë që të sjell dobi. Puno pa ndërprer në atë që ti ke dobi. Pa kushte, pa tjetër në maksimum të zhvillosh në zanatin tënd, në profesionin tënd, në angazhimin tënd, maksimum. Wasta'in billah. Edhe kërko ndihmën e Allahut. Pra pasi e ke bëti punën tënde, jo o Allah ndihmo mu të bëhem doktor. Do buhesh nesër sabat, zbuhesh. Ti s'ke marrë, nuk e angazhu. Amo kur i angazhu, nuk do me thonë se do bëhesh. Prap bendimën e Allahut. Çoj bashk të dyja. Angazhimin tënd, motivin tënd, vullnetin tënd, punën tënde në maksimum me ndihmën e Allahut. Wala ta'jaz. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe mos u bë të krijosh në karakterin tënd se ti je i pa aft. E u rren bre, o të shtrenjtit e mi, e u rren. Nuk e don Allahi, të thotë muslimani, valla be une nuk e dia mund ta bëj, be këtë shumë e rënd, të është kjo, qamet, a qetri, më ka 4 sejbe shosh që i ka buat. Më ka 4 dore, 4 kome të i dit, mungon të një sent. Për parësi për ati një qamet muslimon, s'pin alkohol, nuk bën kurvallëk, nuk lun kock, familje kije. Halli ati ka mrej më shumë. Nuk ja vlen, o vlezër, nuk bën. La ta'jaz. Mos e zhvillon ndjenjën e paaftësisë në veten tënde se unë nuk do munde. Vëre, bismillah dhe bëj une. La ta'jaz. Bëne punën, kërkon ndihmën e Allahut, edhe mos e zhvillon ndjenjën e paaftësisë. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha kana kadha wa kadha. Mirë, po nëse nuk ke sukses, përfundoj, u angazhove, kërkove ndihmën e Allahut, punove për atë, krejt, nuk pat sukses, atëherë mos thuj ta kisha bo kështu, ta kisha bo ashtu. Po çfarë duhet thuna? Qadder Allah ma sha'a fa'al. U kri. Kjo është saktimi i Allahut, edhe është e krimi dhe duhet të jesh i rahat se nuk ka qenë hajër për mua dhe ti. Fa inna law tafta amal ash-shaytan, sepse law e hap derën e shejtanit. Kjo është pjesa e parë, o vëllezër të dashur, e temës mbi përtacin. Të jemi shëndosh e mirë, inshallah taala, edhe javën e ardhshme do të shpjegojmë pjesën e dytë të temës e cila ka të bëjë me përtacin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.